e tij të lindjes. Në nder të tij është organizuar një festë madhështore në teatrin Migjeni të qytetit të Shkodrës. Regjisori Serafin Fanko është vlerësuar me titullin Artist i Popullit në vitin 1978 për kontributin e madh që ka dhënë në artin shqiptar. Dhe me rastin e 70 vjetorit, Fanko ka marrë një tjetër çmimderi. Në rastin e 70 vjetorit të lindjes së regjisorit Serafin Fanko, Teatri Migjeni ka organizuar një aktivitet madhështor në nder të tij, që i dha emër kësaj qendre të artit dhe kulturës. Të ftuar kanë qenë aktor, regjisor, skenograf, piktor, dramaturg, kritik të artit dhe miq të hershëm të Fankos. Karriera artistike e Serafin Fankos ka qenë e gjatë. Fillimisht ai ka punuar si vullnetar në ansamblin e ushtrisë, pastaj si këngëtar, muzikant, skenograf, aktor dhe së fundmi si regjisor. Në këtë rol ai dha më shumë për skenën e teatrit Migjeni dhe atë kombëtar. Pjesë të tilla të njohura si Këshilli i Ndrikullave, Gjaku i Arbrit, Tregrim për Macbethin, Rozafa e të tjerë. Për kontributin e madh në artin shqiptar, u vlerësua me titullin Artist i Popullit në vitin 1978. Në qoftë se unë kam një pas o një plan vlerë, krijimtarin time, e kam në sajt bashkëpunimit me artistë të mrekullueshëm, qofshin të aktor, piktor, Hakim Zajnë me kanë këtu, Albert Mingen që kam punu me te, aktor tjerë. Ylka Mujo, aktor e teatrit kombëtar, shpreh për Fankon konsideratat më të larta, pasi Serafini si regjisor dha një origjinalitet, duke bërë epokë në artin e tij. Ndaj Shkodra duhet ishte në fest, ka deklaruar Mujo. Për mua është përfaqësuesi i vlerave teatrore dhe për sa i përket teatrit shqiptar, ai ka bërë epokën e vet, sepse regjisori Serafin Fanko solli në teatrin shqiptar frymën e vet personale, individuale, konceptet e veta mbi teatrin. Surpriza më e madhe e aktivitetit në ditëlindjen e Serafin Fankos ka qenë ajo e Institutit Kombëtar të Integrimit të Jetimëve. Presidenti i këtij instituti, Ili Çumani, përshëndeti përfaqësuesit më të denj të jetimëve shqiptar, siç është edhe Serafin Fanko, babai i të cilit u përshkatua në 1939. Krahas çmimit simboli vlerave humane, Fanko është nderuar edhe me çmime të tjera, të cilat i ka marrë në sajt të filmave që ka luajtur ndër vite. Dhe ka qenë kjo gjithçka, të nderuar teleshikues, për këtë edicion lajmësh në Ora News. Ju vazhdoni të qëndroni me ne, bashkë do të na jemi këtu. Mirupafshim.